Sabake, sopra i 19 Adem Đukanović, sopra i 20 Ju përshëndesim miq të Shkëndija Channel nga stadiumi i qytetit në Gostivar. Shkëndija përballë Besës do përdollet në këtë ndeshje të gjyrës 28 në ligën e parë të futbollit të Maqedonisë. Ka startuar sfida me topin që ka nisur të parët futbollistët e skuadrës vendase me fanella të kaltërta të errëta. Shkëndija luan me fanella të bardha në këtë përballje veshit. Latifi në zonë, të shohim Latifi këtë top, lëvizja e bukur, goditja. Nuk ka gjë thot arbitri, ka gol në këto, po themi 12 minutat e para. Teksa më me vonesë kanë nisur dy sfida, mundësia për vendasit top në zonë, godet dhe shënon. Remzi Faik Selmani, 1-0, avanson skuadra e Besës. Çaka, kalon Çaka, ka Ibrahimi, edhe më tej Çaka, ka penalti? Po. Fiton penalti, ka merr Çaka. Të bukur lëvizja e tij. Loja mund të vazhdoj, thot Tërpçevski, po ndjek lojtarët në zonë, Besart Ibrahimi. Godet fort, sigurt, sakt, 1-1. I 15 gol sezonal për Besart Ibrahimi. Barzot rezultati në këtë minutë të 23. Top në zonë, rrin tek Cake, ka Tambën, asisti drejt zonës për asnjë lojtar, ka mundësi për Merxhani, kërkon publiku goditje, Latifi në zonë, e majta e tij, devijohet të shohim në duart e Zahovit. Ka publik konsiderueshëm. Alimi do provoj portën, nuk gjen kuadratin. Silenovski. Rregull thot loja arbitri, këtë top në zonë. Stojanovski ka rrezikuar. Meliçi. Al Hasan. Top për Tambën, futet në zonë. Tamba godet dhe shënon 2-1, 37 minutë. I tretë gol në fanellën e Shkëndijës. Fabrice Tamba. Festa për të. Në mënyrë spektakolare ka arritur që të shmang pozicionin jashtë loje. Më pas përmes këmbëve të Konstantin Zahovit për cilë topin në rrjet për 2-1 për mbysje nga tanat e 37 minutë. Selmani nuk kalon për Meliçi, sërish Selmani mundësi për të goditur. Ka hyrë brenda në zonë, Selmani bllokon Merxhani, minuta e 48. Kombinim, arkim apo direkt në port. Për Merxhani. Fort në zonë, në duart e Zahovit. Cake. Gjatë këtë top të shohim, Liridon Latifi, do arrijë në zonë, Liridon Latifi, asiston për Ibrahimi, nuk i del këtë top si duhet, do mbetim në sulm me Trumçin. Ka mundësi për goditje, do provoj të djathën e tij, jo, asist për Besart Ibrahimi në afro zonës, Ibrahimi shënon, jo, Sky Portës, kjo djathë e tij. 5 ndeshje të zjarrta deri në fund, jo vetëm për Shkëndijën. Ky top në zonë e pret Zahov gjëra. Alimi pranë topit. Arkon në zonë, këtë top dhe shënon Remzi Faik Selmani. 2-2, minuta 65. Ka asistuar Alimi. Selmani i pambuluar nga askush. Gon Reshat Ramadani. Nuk e merr Ibrahimi, Silenovski godet fort mbi travers. Te 74 minutë. Një është barazuar ndeshja në Çajir. Alimi godet arrin të ndalë aty me shumë vështirësi. Hamzaj, sa pa përshtatshme ka qenë kjo e majt. Ibrahimi pranë topit, do godas Cake me djathën e tij, ky topi devijuar dhe rrjet e jashtme. Merxhani pranë topit. Harkon direkt, ka gërshtuar Zahov. Florent Ramadani ka lënë këtë top. Cake tani. Kërkon Ibrahimi në zonë, e mban brenda, Besar Ibrahimi.
Në shtyllën tjetër ka shënuar Mergjani 3-2. Super asisti Besart Ibrahimi. Realizon në mënyrë spektakolare Zia Mergjani. Mënyra më e bukur për shënuar këtë gol. Ka vuajtur shumë me lëndimet i pari këtë sezon për 29 vjeçarin Zia Mergjani. Esati. Patën një pauzë të gjatë, ky djalë. Alimi ky top në zonë për Esatin, ky top i kthyer dhe çka ka humbur aty. Shefiti në vend topit përfundon vetë në rjet. Ski fiton Ademi 3-2, jemi të shohim Shala, Krstevski, bukur kombinimi, mund të futemi në rjet. Shala dhe më tej, Shala, lëvizja e bukur aty. Ka penalti. Ka penalti për Shkëndijën. Shala dhe Zahov. Adenis Shala godet dhe punç topin, punç portën. Lojën arbitri i jep tjetër sulm skuadrës vendase. Ka kaluar thellë minutet. Mergjani mbylli gjithçka. Fiton Shkëndija, marrin fitoren e 18 në këtë sezon. Kalojmë në kuotën e 62 pikeve. Ibrahimi, Tamba dhe Mergjani, praktikisht ky i fundit na sjell këtë fitore, natyrisht do trokitet për lojtarët e Shkëndijës. Lodhje nga tuti palet, natyrisht ju falenderoj gjithë juve që keni ndjekur këtë përballje. Takohemi bashkë në të tjera transmetimet, mërkurën luajmë me skuadrën e Strugës.